Nëse dikur kuvendi quhej tempulli i demokracisë, sot mund të shpallet pa frikë salla VIP të inkriminuarve, ignorantëve dhe servilëve. Lista e atyre që pritet të ulen në parlament pas 11 majit është një kombinim i frikshëm mes anonimëve, personazheve me të shkuar problematike, atyre që më shumë i përkasin dosjeve të drejtësisë. Tom Doshi ka siguruar sërish një karrike në kuvend edhe pse është shpallur non grata nga SBA, Britania e Madhe dhe Australia. Akuzat për lidhje me krimin e organizuar duket se nuk përbëjnë më asnjë problem për standardin shqiptar të përfaqësimit. Gjingjoni, gjyqtari me pasuri sheikësh i cili shmangu me Dinakri Vetingun, rikthehet në skenën politike përmes listës së PD-s në Lezhë. Tërmet Peçi i njohur më shumë për gafat se sa për kontributin publik, jo vetëm që arrin të bëhet deputet, por e bën këtë edhe pasi është përballur me akuza për skandale seksuale para zgjedhjeve. Me sa duket në Shqipëri imuniteti fillon para mandatit. Agron Mala, ish gardisti 21 janarit, ka rezultuar një nga më të votuarit në Dibër. Një gardist që dikur shkrepi armë ndaj protestuesve sot vjen në kuvend si përfaqësues i qytetarëve që dikur i kishte në shënjestër. Sara Mila, vajza e re e politikës, është më e votuara në rang kombëtar, ndërkohë që akuzohet për lidhje të ngushta me bandën e Suelçelës në Elbasan. Shifra e votave të saj është e frikshme, jo nga populariteti, por nga pyetjet që lindin për mënyrën si u ndërtua ky rezultat. Olsi Komici, ish antar i komisionit të Vetingut dhe më pas drejtuesi i akuz në kohën e skandalit të pulave me salmonel, shpërblehet me mandat deputeti. Nga kontrolli i mishit në tryezat tona në vendimarrje për të ardhmen e vendit. Ceno Klosi, me një dosje të hapur në SPAK për periudhën kur drejtonte tatimet, do të jetë pjesë e legjislaturës së re. Në një vend normal të tillë hetohen, në Shqipëri votohen. Zeqinet Çaushi do të jetë po ashtu deputete dhe kjo fal videove të saj të famshme në Facebook apo TikTok, duke ironizuar gazbardhin. Babloku vdes për të tilla personazhe dhe do ta kemi deputete Zeqinen. Ndërkohë vion të luftoj për një mandat Ronaldo Rakipi, djali i Qifrakipit, i sankcionuar nga thesari i SBA-ve. Ndërkohë që këta personazh marshojnë drejt kuvendit, figura me mbështetje reale si Ilir Ali Mehmeti dhe Jorida Tabaku luftojnë për një vend. Ironia e fatit politik shqiptar, sa më shumë vota me merit marrësh, aq më pak mundësi ke të futesh në parlament. Që të sigurosh mandat duhet jesh i lidhur me krimin, të kesh para dhe të gajasësh liderin.